1 maj, fest apo protest? Kjo ishte pyetje që i bëm qytetarëve shkodran mëngjesin e kësaj të enjte që shënon ditën e punëtorëve. Përgjigjja dominante ishte që kjo datë duhet konsiderohet si protest, por të kërkuar përmirësimin e kushteve më të mira në punë, po ashtu edhe paga më të mira. Nuk çona me kërku drejtat tona, po çona me rashu plak për partitë. Po që se kanë mbyll fabrika tonë të gjana, ka shko me punu ki popull. Na jena millet si jena kundër vetës. Mu që 10 vetë me dalë, thojnë, që dulen të gamar. Festa vërtes, me e fut gjumë të nditën. Përdes, ku mi bë përtes në pensionitet, ku shta pytë? Se me gjithë shef. Duhet përmirësohet ma shumë në këtë vend. Pensioni. Përtesi ka kënë gjithmonë. Çfarë drejtash duhet me kërku sot punëtorët? Kanë kushtet. Protest për punëtorët, për çmimet, për gjithë shka, për pensionet edhe në anë moshtash, për pensionet. Edhe ju jeni të menimit protest? Po, protest është, ma mirë. Ka kem dikur për para, po tash është të bo ma fart për protest, sa për fest. Kjo ditë ju referohet protestave të punëtorëve për 8 oraret e punës, për pagat mesatare të garantuara, për pajisjen mbrojtje në vendin e punës. Kërkesa e parë publike në 1 maj është paraqitur në Australi në vitin 1855, e cila kishte slogan 8 orë punë, 8 orë dëfrim dhe 8 orë gjumë.